Donte të më fuste në kurth, vrasja e Larja Sulës, si Mark Samson tentoi të implikonte një djalë që 22 vjeçaria njohu në rrjetet sociale. Hetimet për vrasjen makabre të 22 vjeçares shqiptare Larja Sula nga ishi dashuri i saj vijojnë ende duke nxjerrë në dritë detaje të rënda lidhur me krimin e Mark Samson. Për të humbur gjurmët, Mark Samson u përpoq për disa ditë të fshihte krimin duke përdorur telefonin e saj dhe duke u shkruar miqve dhe familjes së Larias duke u shtirur se ishte ajo, madje ai ka implikuar në biseda dhe një djalë me të cilin Ilaria kishte nisur të fliste 2 ditë para se të vritej. Djali në fjalë identiteti të cilit është mbajtur i fshehur, ka vendosur të flasë për mediat për të mbrojtur veten dhe për të treguar se si u bë padashur pjesë e një tragjedie që nuk kishte asnjë lidhje me të. Ajo më kishte thënë që kishte dalë nga një lidhje gjatë, por nuk dukej e friksuar apo e shqetësuar, nuk besoi se ndjente ndonjë rrezik, ndoshta sepse ai nuk i kishte dhënë asnjë arsye për të dyshuar. Ka vijuar dëshminë e tij 27 vjeçari. Sipas dëshmisë së tij, ai kishte kontaktuar me Ilaria në Tinder në 24 mars, vetëm 2 ditë para zhdukjes së saj, por biseda nuk kishte vazhduar më tej dhe të dy nuk ishin pasur asnjë kontakt tjetër as përmes telefonit dhe as ndonjë takim fizik. Ishte një nga ato bisedat e shumta që mbeten të hapura. Nuk më bëri përshtypje që nuk folëm më, shprehet i riu. I riu thekson se as Ilaria as Mark nuk dinin asgjë reale për të. Mediat shkruajnë se ai ka lindur dhe është rritur në Rom, ndonse është me origjinë nga kampanja, që në momentet e para të hetimeve ai ka bashkëpunuar me autoritetet dhe ka dhënë çdo informacion të nevojshëm. Samson njollosi fytyrën time pas një arsye më përdori për të fshehur një krim, ka thënë ai. Ndërkohë, vetë Samson përmes avokatëve të tij ka kërkuar të merret sërish në pyetje nga prokurorët.